Po, sot përsëri ka vazhdu në orët e para të paradites, në orën e dytë. Kanë ardhë policia, si zakonisht, sepse nuk vinë majlet kërcnuese të ne, ka ardhë policia dhe ka kërku evakuimin e nxënësve dhe ne qështu kemi vepru. Kjo është, si kur gjithë herat e tjera, është e 14 herë që dalin nxënësit prej mësimi me paralajmërimet këtilla. Tani ne prej ditës djeshme kemi thirrë mbledhjen e kolegiumit arsimor, Këshillit Arsimtarëve, si organi i cili merr vendime për masa pedagogjike, duke u bazuar në raportin e policisë, raport ditor që japin të policisë, të datës 27 shkurt. Ne aty në atë raport e kemi se personi konkret me emër, mbi emër, me iniciale faktikisht, me moshën, me vendbanimin, e ai rezulton të jetë nxënësi jon i dyshuar, është i dyshuar për lëshimin e këtyre kërcënimeve me bomba. Në atë raport të policisë nuk përmendet se ai e ka pranu, se ka pranu, megjithatë ne kemi informacione të besueshme nga inspektorati i policisë që ai për ditën për të cilën flitet dhe që është bë bastisje te shtëpia, ai ka pranu veprën për atë ditë dhe tani janë të sekuestruara pajisjet elektronike si kompjutera, laptopa edhe telefona, janë në ekspertizë në Shkup. Se ku janë ata me këtë ekspertizë, nuk kemi asnjë farë informacioni, nuk kemi informacion as edhe nga prokuroria, sepse aty shënohet se me hulumtimin dhe zbardhjen e rastit, ndaj personit konkret do të ngrihet akuzë adekuate. Ne nuk posedojmë dokumente të tilla zyrtare, mirë po atë që ne posedojmë është raporti ditor i Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga i cili rezulton bastisje, privim nga liria për 24 orë dhe pranimi i veprës për atë ditë. Kjo neve ne mundëson në bazë të ligjit për arsimin e mesëm, statutit shkollës dhe rregulloren për shqiptimin e masave pedagogjike, që nxënësit merr mas disiplinore, pra si mas pedagogjike, edhe ka rezultuar me propozimin konkret nga Këshilli Arsimor me largimin nga shkolla. Gjithë duke i bë llogari gjithë këta diskutime dhe dyshime që i kemi. Edhe ngelet që rasti të zbardhet më tutje, po kjo është çështje e prokurorisë.